është një situatë e jashtëzakonshme. Domethënë nuk po flasim për rrethana normale televizijës së çmimit apo tendencës për abuzim nga operatorët ekonomik, por po flasim për rrethanin kur në berzën ndërkombëtare e në të gjitha vendet të cilat lidhen drejt për drejt me bartjen apo transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, e cila tashmë është vatër e përplasjeve apo betejave, po afektohen drejt për drejt nga çmimi i ngritur i derivateve. Ne kemi qenë vendi i parë në rajon që kemi vendosur marzhen tavan mbi çmimin e importuar dhe ajo është, edhe një herë më duhet të ritheksoj, e bazuar në çmimin në kufi. Do të thotë çmimet luhaten apo çmimi ndryshon brenda varësisht prej çmimit derivateve, megjithatë efekti i rritjes së çmimit është ndjerë dhe do të ndjehet. Ajo është e pashmangshme. Prandaj njëjtë sikurse adaptohemi ndaj rrethanave të cilat ballafaqohemi aty ku ne nuk kemi faktor, por jemi vetëm absorbues të rrethanave që krijohen diku tjetër, njëjtë duhet të jemi më të vëmendshëm në kuadër edhe të shpenzimit, por nëse ka rritje të mëtërtjeshme natyrisht, në zinxhirin e furnizimit. Do të thotë që mos të ketë multiplifikim apo zinxhir të rritjes edhe tek produkte tjera. Për këtë arsye, njëra prej kërkesave që ishte nga deputetët e opozitës për një grup të përbashkët apo një task force të përbashkët është edhe mbetet edhe në synimin tonë. Shumë shpejt ne do të dalim me një njoftim ku bashkë Ministria, doganat, administratat tatimore, por natyrisht edhe organizatat e bizneseve do të jenë në takim të përditshëm, besoj, për të përcjellë situatën edhe për të diskutuar për hapa të tjerë. Sot fatmirësisht ka pasur një ulje prej 10%, 9% në tregjet botërore, që nënkupton se ka hapësirë ose ka shpresë për stabilizim, të shohim se si do të rrihet situata, por që mbesim të përkushtuar në fund të mbrojmë konsumatorët ose qytetarët. Domethënë ideja është që të ketë një garanci apo një masë shtesë për qytetarët e Republikës, natyrisht për ato më të domosdoshme. Ekziston një absurditet në Kosovë që numri më i madh i importit i produkteve të importuara janë veturat e para dhe e dyta pas veturave janë duhani dhe produkte tjera të tobakos. Do të thotë duhet seriozisht të rishikojmë natyrisht edhe të udhëzojmë drejt diversifikimit edhe të burimeve të energjisë, por edhe të formës e mënyrës se si e planifikojmë transportin. TVSH-ja asnjëherë nuk ka qenë opsion për shkak se është shumë problem të përcjellet TVSH-ja, pasi që është tatimi në vlerën e shtuar është ajo çfarë paguhet nga qytetarët, do të thotë nga secili konsumator fundor. Prandaj lehtësisht thuhet, por është shumë vështirë aplikueshme për shkak se mund të përfundojmë në situatat kur TVSH-ja hiqet, por çmimi mbetet i njëjtë për shkak se operatorët ekonomik nuk e heqin. Dhe ne si ministri e natyrisht edhe qeveria e Kosovës nuk kanë mekanizëm të ndaljes apo mbajtjes së çmimit tavan për produktet edhe të tjera, do të në efektin multiplikativ, për shkak se këta sot që po e kërkojnë heqjen e TVSH-së së akcizës e kanë sfiduar në gjykatë kushtetuese për ligjin për çmime tavan apo ligjin për çmime tavan dhe sot mekanizmi i vetëm i inspektorëve të tregut janë abuzimet brenda ajo çfarë parashihet me ligjin për tregtinë e brendshme dhe jo sipas dispozitave që do të ishin shumë më definitive dhe më të sakta e më shumë në mbrojtje të konsumatorëve te ligji për çmime tavan. Ndërsa sa i përket akcizës, mbetet të përcjellet në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opsion heqjen e akcizës, por përcjelljen e situatës në të cilën çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Për situata më tutje mbetet të shihet. Pajtohen plotësisht në dy propozime tjera, të cilat ishin pjesë e letrës deputetëve të opozitës në këtë rast, në të cilën sa i përket rezervave strategjike dhe koordinimit ndërinstitucional dhe bashkë me sektorin privat. Synimi e gjithat më të lëndueshmit janë qytetarët e Republikës, por gjithashtu do të shohim edhe në zinxhirin transportues, edhe të madrave, por edhe të transportit në përgjithësi, se cila është intervenimi i cili mund të mbajë çmimet ashtu si janë, pa rrezikuar mirëqenien e kategorive më të lëndueshme të shoqërisë. Ndërsa për të tjerët, mbetet të shihet për arsye se thash edhe një herë po e ri përsëris, duhet edhe ne të rishikojmë në situatat kur
ndodhin rrethana të konfliktit, siç është ky me kaq shumë përmasa e ndikim botëror, që edhe ne të adaptojmë formën e mënyrën e veprimit edhe lëvizjes, por edhe ne na takon si shtet dhe si qeveri që të ofrojmë alternativat më të mira për qytetarët dhe dëmin sa më të vogël. Ne nuk, domethënë marzha apo çmimi tavan i mban efektin, se në situata të tilla ne kemi për shembull vendet në rajon si shpeshherë po merret Shqipëria si shembull krahasues. Shqipëri ka kohë që çmimi ka arritur 2 euro. Nuk po them se duhet të arrijë, por aty janë edhe disa taksa tjera, ndërsa këtu të paktën marzha e parandalon ngritjen përtej vlerës së fiksuar. Ne do të shohim nëse ka një model tjetër gjithashtu në ditët në vijim, për shkak se këtij vendimi s'ka dhënë afati me 4 prill, do të thotë me 4 mars e ka marrë vendimin e parë, me 4 prill s'ka dhënë ky vendim, që të shohim a mundemi në kuadër të njëjtit model apo një model i cili do të ketë një funksionim më të mirëfilli. Por unë gjithashtu po e ritheksoj se mbetem e hapur të takoj edhe përfaqësuesit e bizneseve, edhe përfaqësuesit e operatorëve që merren me shitjen e derivateve dhe të odës ekonomike, se duhet të kemi të gjithë të marrim pjesën e përgjegjësisë që na takon. Do të thotë ne jemi në një situatë e cila nuk është normale dhe nuk është e thjeshtë. Ka një konflikt, efekti të cilit është i menjëhershëm tek ne për shkak se importojmë. Njëjtë sikur se po ndodhen në vende shumë më të forta e në shtete me ekonomi më të gjerë, e ndoshta edhe me rafinerie me mekanizma shtesë që i kanë. Hyrjen dhe buxhetin kryesor ne e mbledhim përmes mekanizmave fiskal, siç janë TVSH-ja, siç janë akciza, edhe natyrisht disa të hyra të tjera fiskale. Andaj lehtësia me të cilën proklamohet se mund të lëvizim menjëherë është paksa e frikshme në situatën kur kjo është rrethanë me cilën po e përcjellim për së afërmi. Do të thotë ne nuk jemi indiferent ndaj asaj çfarë po ndodh. Ne jemi në takime të përditshme e gjithashtu edhe në përcjelljet e asaj se sa ka ende tolerancë për të mbetur në këtë nivel apo për të pasur një ndërhyrje tjetër. Prandaj po e them edhe një herë që për ne është shumë e rëndësishme që të krijohen disa mekanizma alternativ në raport edhe me formën e mënyrën e transportit edhe në ruajtjen e kategorive më të lëndueshme të shoqërisë. E kemi informatën. Kjo informatë është, domethënë, është edhe te stoqet rezervë, por edhe tek ato që kompanitë vënë, ende nuk ka rënje në stoqet e kompanive, domethënë është ende një situatë e cila ka mbetur pak a shumë e njëjtë në një pikë të normalitetit. Nuk kemi ardhur në pikën për të kufizimin, megjithatë do të bëhej e tillë sikur të kishte ndërhyrje fiskale në çmimin e naftës, do të thotë apo tek ata të cilët po e kërkojnë në rastin e akcizës së TVSH-s, atëherë do të mund të vendosej një kufizim. Deri më tash nuk e kemi parë si të domosdoshme vendosjen e kufizimit, për shkak se sasitë e importuara nuk dallojnë shumë me para fillimit të konfliktit. Përkundrejt që ka pasur vitin e çmimit, tregu e ka toleruar ende. Është paksa, si e thash, kontradiktore në faktin se vendi me prodhimin më të ulët në rajon, siç jemi ne, e ka pasur importin më të lartë të makinave, nga produktet e importuara edhe në vlerë monetare, por edhe në sasi. Prandaj po e përcjellim për të qenë shumë të përgatitur për çfarëdo ndërhyrje tjetër të shtetit në raport me përkeçimin e situatës nëse vjen si e tillë. Po them edhe një herë, shtrëdhëns lajmi sotëm përcjellja e verzave që e bëjmë në baza ditore për rënje të çmimit, dhe nëse shkon drejt stabilitetit situata e konfliktit në Iran apo e rrethanave atje të krijuara për transportin e derivateve, atëherë edhe mund të ketë një normalizim. Prap do të përcjellim çmimin në mënyrë që të mos justifikohet ose gjendet forma e mbajtjes së çmimit të lartë në rast se kemi normalitet. Por, po e them, është punë dhe angazhim, për arsye se është një bilanc shumë i ndjeshëm midis ruajtjes së të hyrave buxhetore dhe buxhetit, e gjithashtu edhe mos rrezikimit të kategorisë më të lëndueshme. Po e them edhe një herë se kjo mbetet fokusi primar, dhe këtu bëj apel që të gjithë e para të jenë të vëmendshëm dhe e dyta të shikojmë se cilat janë mënyrat edhe format alternative në raport edhe me konsumin e derivateve, për shkak se ka të tilla e ne duhet po e përgatisim të analizën për transportin urban dhe ndërurban në mënyrë që ata të cilët e përdorin dhe janë, domethënë, në mungesë të makinave, e kjo ka ndikim të kenë mundësi të një farë forme të ndjejnë ndihmën nga shteti.